Posh zotin apo më kallëzon dikush, pse sa herë që dikush merr vendim për jetën e vet, për diçka të vetën, na do të mu ullë në kafe edhe me paragjyku edhe me diskutu. Gruaja ka vendosur mu bë nonë vetme. Lene mëre se është jeta vet, jena tu jetu në 2026, edhe 6 muj hina në 2027, shekullin 21, ju halo paragjykoni. Lene mëre se ndiri jena në demokraci, shka dush njëri bën me trupin e vet, shka dush bën me jetën e vet, kush jena na me paragjyku. Plus asaj, është vendim që smirët mrena nata i vendim, është vendim që do të shumë me nu, do të shumë guxim për me pas për me bat vendim. A është ma mirë një fëmijë mu rrit veç me nanën, e mu ka një lumëtër edhe mu rrit me dashni, a me pas të dy prind e mu rrit në dhunë e në tradhti e një dritë që e den qka. Cila është ma e mirë? Lani njerës, le ta jetojnë jetën e vetë që është kanë qef. Ti mund është mos mu pajtu me zgjedhjen e sajna apo të tijen, në këtë rast të sajna. Po kjo nuk të ebë drejtën ty me ofendu edhe me gjyku, edhe me poshtnu, edhe me thonë ti gabim një. Jo, më loqk, lemëre, se cili e ka jetën e vetë.